Shoqëria shqiptare e shokuar përsëri nga e ashtu quajtura drejtësi, ku një prokuror kërkonte atë që kërkojnë të gjithë, që të gjitha i dim sepse mos harroni, një brigadier në kooperativ ishte mbret dhe i vinte në radhë. E mëtej, dhe sot janë afërsisht mbi 14.000 sekretare që punojnë në zyra biznese private apo shtetërore, pa llogaritur mbi 30.000 mësuese, infermiere, plus që kanë në kokë një shef. Pse nuk ka një sekretar? Pse është hera e parë që dëgjuat? E harrua se çfarë bënin LSI-stat në Fier dhe në Lushnjë, edhe ai në ato hotelet që dele bën avokatin që i di të gjitha. E sa histori. Po nuk është doktor Berisha që për 4 minuta pushoi ministrin Pango sepse ishte dashur e tij beqare, i vajti në shtëpinë e tij ishte dashuri në darke dhe përkëdheleshe se nuk e donte kështu, po e donte sa për montazh. Ama e pushoi për 4 minuta doktori. Do të presim se çfarë do të ndodhi tani me idiotin. Sigurisht, asnjë gjë. Sepse sikur e kam thënë disa ditë më parë, ai edhe burrat i rref i dhunon dhe dalin me sy të nxira nga zyra e kryeministrisë.